Jam në parajsën e fundit të mbetur në botë. Kështu quhet, Butani. Po e nis nga një prej çudive më të mëdha që shumë prej jush do befasohen. Ky që po shihni këtu është sheshi qendror i Timbu, kryeqytetit të Butanit, i cili është i vetmi shtet në botë pa asnjë semafor. Disa vite më parë, Mbretëria e Butanit instaloi një semafor në këtë shesh, në sheshin qendror të qytetit, dhe brenda 24 orësh e hoqi për arsye të kaosit të krijuar. Sot në qendër të Butanit qëndron ky polic, i cili orienton me dorë makinat siç ka pas ndodhur në Shqipëri deri në vitet 60, ndërsa në botë, pra në perëndim, kryesisht në vitet 20-30, shive ai jep lëvizje makinave nga ky drejtim dhe janë bllokuar makinat që vijnë këtej përballë, pra ndaluara derisa polici t'i japi rrugë këtyre, shifeni tani në momentin që vazhdon t'i kërkojë atyre që të ecin, shifeni. Ndërkohë ju bëri shenjë që të lëvizin makinat e tjera. Nuk kisha parë më kurrë dhe nuk besoj se ka, dhe në Eritrea janë të montuar semaforët, por nuk punojnë. Ndërkohë që ky është sheshi kryesor, thash, i njërit prej vendeve më të çuditshme të globit, që sot konsiderohet parajsa e fundit e mbetur mbi botë. Është e pabesueshme ta shohësh të policë se si drejton trafikun aty gjatë gjithë kohës. Unë duhet i bëj edhe një video me të. Po pse Butani konsiderohet, duhet bëj një foto në fakt. Pse Butani, ta bëj dhe foton që ta kem tamam. Shifeni, marr celularin edhe të bëj një foto me policin mbas shpinës time, i cili është, shifeni, i fundit polic që ka mbetur në botë që drejton trafikun. Është shumë interesante të thuhet që Butani është parajsa e fundit e mbetur në botë. Po pse parajsa e fundit? Butani është mbretëri e vogël për 38.000 km2 me rreth 800.000 banor dhe njihet si vendi më i lartë i globit. Lartësia e Butanit është mesatarisht 3280 metra, ndërkohë që ai shtrihet në këmbët e Himalajeve dhe së bashku me Tibetin dhe Nepalin për të bëjnë rrethin që rrethon Himalajet. Nga ana tjetër, duke qenë vendi më i lartë i botës, jo rajoni, sepse rajoni është Tibeti, po si shteti më i lartë i botës, ai ka qenë për një periudhë shumë gjatë kohë vendi më i mbyllur dhe më izoluar i globit. Një vend i cili nuk është bërë kur koloni britanike, një vend ku raporti mes njerëzve, ka qenë pra mes banorëve, ka qenë shumë i mirë, nuk ka pasur luftra civile, nuk ka pasur përplasje mes tyre. Jam duke ecur në rrugën qendrore, shifeni. Kush janë gjërat më interesante të Butanit? Butani ka qenë një vend i mbyllur dhe shapur kryesisht vitet e fundit, por ajo që bën përshtypje është që televizioni ka hyrë në Butan shumë më vonë se në çdo vend tjetër të botës. Ai është lejuar ty vetëm vitin 1999, afërsisht 40 e pak vjet, pasi ai ishte bërë masiv në pjesën më të madhe të globit, duke nisur nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Telefoni ka hyrë në Butan në vitin 2003, ndërsa interneti rreth vitit 2010, duke e bërë një vend që është munduar ta ruaj, për të ruajtur teknologjisë dhe zhvillimit dhe të qëndroj mbështetur më shumë tek tradita dhe tek meditimi. Kush është gjëja më interesante e këtij vendi? Butani është vendi më i gjelbër i globit, konsiderohet i tillë. Sipas kushtetutës të Butanit, 60% e sipërfaqes duhet të jetë sipërfaqe, këtu jam duke kapur qytetin. 60% e sipërfaqes, Swiss gotik, gjithë arkitektura është tradicionale dhe tipike. Butani duhet you can walk in the way. Gjithë Butani, pra arkitektura është tipike. Tani po i thosha që Butani është me kushtetutë që 60% e sipërfaqes duhet të jetë pyje. Ndërkohë, aktualisht janë rreth 72% e sipërfaqes pyje dhe mbrohet çdo gjë me ligj. Nuk lejohet të vritet asnjë kafsh. Duket pak paradoksale, po mishi që përdoret në Butan është mish që vjen nga India, sepse butanezët nuk prekin asnjë kafsh, nuk gjuajnë asnjë kafsh dhe i mbrojnë ato. Kjo është një nga gjërat e rralla që s'kisha ndesh askund në asnjë vend tjetër të botës. Më e rëndësishmja për Butanin është mirëqenia emocionale
e banorëve të tij. Çfarë do të thënë mirëqenie emocionale? Butani është i vetmi vend i globit që nuk e mat zhvillimin e tij me GDP per capita, por e mat me lumturinë per capita. Çfarë do të thënë kjo? Për shumë veta është e paguptueshme. Sot vendet më të mëdha të botës maten duke llogaritur se sa është GDP-ja, për sa janë të ardhurat për frym për banorët e tyre. GDP per capita është krahasimi për zhvillimin ekonomik midis vendeve. Por në Butan, një prej filozofëve dhe religiozëve vendosi në diku rreth viteve 60 që GDP per capita nuk është treguesi kryesor dhe më i drejtë i lumturisë dhe i mirëqenies njerëzve, sepse sipas tij mund të jesh i pasur, por nuk mund të jesh i lumtur. Mund të kesh pasuri, por nuk ke lumturi. Dhe ndërtoi një sistem të matjes jo të pasurisë, por të lumturisë së banorëve të Butanit. Banorëve të Butanit, jam edhe herë në qendër, shiheni çfarë mrekullie është, se është e pabesueshme kur e shef. Shivesh, policën e trafikut qëndron në qendër dhe që drejton trafikun, duke bërë gjestet me dorë. Shivesh, çudi e madhe. Ndërkohë, pra, ideja kryesore ishte që njerëzve t'ju llogaritet dhe t'ju matet lumturia e tyre. Atëherë çfarë u bë? U vendos që t'ju drejtohen çdo banorit Butanit rreth 100 pyetje. Pyetjet ishin nga më të çuditshmet, për shembull, sa gjumë flini natën, sa libra lexoni, sa të arsimuar jeni, sa mirë shkoni me komshit tuaj, sa mirë shkoni me farefisin tuaj, me të afërmit, a keni pasur shqetësime, a ka zhurma natën, si është sjellja e drejtuesve, po themi të administratës e tjerë me ju. Pra ishte një nga gjërat, një pyetësor i gjatë në të cilin duke kombinuar përgjigjet matet niveli i lumturisë vit pas viti. Për Butanin, pra, në 40 vitet e fundit, niveli i lumturisë është më i rëndësishëm se sa niveli i zhvillimit ekonomik të vendit. Kështu që ky është i vetmi vend i botës që e mat zhvillimin me kënaqësinë dhe lumturinë e njerëzve më shumë se sa me të ardhurat e tyre. Ndërkohë, është një vend që ka filluar të zhvillojë turizmin, po mundohet të rrisë numrin e tyre, ka një kapacitet për 300.000 turistë, po deri tani nuk ka më shumë se 120-130.000 turistë, është goxha shtrenjtë për të ardhur këtu. Çdo turist duhet paguajë 100 euro në ditë vetëm për të shkelur në Butan. Veshjet e tyre janë tradicionale, edhe në jetën e përditshme janë me veshje tradicionale, shifi si janë. Domethënë, dhe në përditshmëri kanë veshjet e tyre tradicionale. Qyteti kryesor Timbuja ka rreth 120.000 banor, është një qytet fare modest, por sikur se thash, Butani është një popull që dashuron natyrën, është i vetmi carbon free country in the world, pra i vetmi vend ku karboni nuk dominon në ajër. Nga Timbu, Butan, një prej vendeve më të çuditshme dhe më të rralla të botës. Timbu, Butan.